Artica ma te bucr ne car, me fugire exai zemre dotë noi. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në emisionin Kombi Ynë do të flasim sot për reformatorin e madh të arsimit shqiptar, Miraç Ivanaj dhe fatin e tij në regjimin komunist. A e morë vesh Timorti? Jo mor zotni, çka ka më marrë vesh? Je i dënuar me 7 vjet burg. Po për çka jam dënuar më zotni? Për agitacion e propagandë kundër pushtetit popullor. Po unë sa kam ardhur për Turqia, s'kam folë me njeri përveç punës arsimore. Po me atë mendim ke ardhur që prandaj që të bësh propagandë. Po pse ka ligje në botë sotni që të dënoj për mendimin? Mbyllë gojën, se je i dënuar. Me këto dialogje, pjesë e farsës bolshevike, regjimi dënoi me 7 vjet heqje lirie kryereformatorin e arsimit kombëtar shqiptar, Miraç Ivanaj. Jeta e mjeruar dhe puna shumë e rëndë në burg si përkthyes, sollën te gradimin e shpejtë shëndetit të Miraç Ivanajt. Një ditë në shtëpinë e vuajtjeve, sipas kujtimeve të Jakov Milas, erdhën Mehmet Shehu dhe Bedri Spahiu. Në dhomën e përkthimeve takuan dhe Miraç Ivanaj. Plaku me respekt u ngrit në këmbë. Besoj se gjatë kohës së burgut do t'i kesh rishikuar pikpamjet e tua, i tha Bedri Spahiu aso kohë ministri i arsimit. Jo pikpamjet, por bindjet e mia, korrigjoi Miraçi. Ju them të drejtën, asgjë nuk kam ndryshuar. Atëherë nuk qenë ke tjetër veç një plak matur, i shkryu Mehmet Shehu. Jam një mendimtar dhe si një demokrat që dhe sikur të kthehesha prapa në jetë, do të ndiqja të njëjtën rrugë. Disa javë para ditës të lirimit nga burgu, ai ka dërguar drejtorit një letër ku i kërkonte atij ta mbante në burg se nuk kishte ku të shkonte për të banuar dhe nuk kishte asnjë të ardhur për të jetuar. Por i dërmuar nga puna e rëndë dhe kushtet e tmerrshme të burgut, me 22 shtator të vitit 1953, 12 ditë përpara mbarimit të afatit dënimit të tij, ai mbylli sytë për jetë. U shua në spitalin e Tiranës pas një ndërhyrje të thjeshtë kirurgjikale në moshën 62 vjeçare. Bashkëvuajsi Ibrahim Hasanaj, si dhe ish laboranti i spitalit Enis Boletini, tregojnë se në spital u marrë vesh se trupi i Miraç Ivanaj gjendet në auditoret e anatomisë të fakultetit mjekësisë për eksperimente demonstrim mjekësor. Për ironinë tragjike të fatit ai shërbeu arsimit dhe i vdekur. 10 vjet më pas, në vitin 1963, ku të afërmit e Nikola Ivanajt e nxorën nga vendi ku e kishin hedhur, për të varrosur njerëzisht në varrezat e Sharrës, e gjetën të hedhur në një grop pa emër, park i vol, përmbys me fytyrë përdhe, si një i burgosur të cilin dënojnë përsëri pas vdekjes. Por kush ishte Miraç Ivanaj? I lindur në Podgoricë, rriti në një familje patriotike prej viseve shqiptare të Malitësi, intelektual klase, patrioti vendit të tij, shkrimtar, eseist, mësues, publicist, humanist, i lauruar në Rom për filozofi dhe jurisprudencë, Ivanaj ishte dhe një poliglot me 7 gjuhë të gjalla dhe 3 të vdekura. Megjithëse ishte admirues i Zogut, ai ishte kritik i gjendjes mjarane të arsimit shqiptar. E pranoi me dëshirën ofertën e mbretit Zog për të reformuar arsimin shqiptar. Mori portofolin e ministrit të arsimit në vitin 1933 pas vdekjes së Hilmosit në qeverinë e Pandeli Evangelit. Madhështia intelektuale, patriotizmi i nivelit të lartë dhe gjendja e mjerueshme e arsimit shqiptar në vitet 30 ishin nxitësit e ligjit Ivanaj. Në shtator të vitit 34, ai paraqiti ligjin e ri për arsimin duke bërë 5 vjeçaren fillore arsim të detyrueshëm. Ai krijoi gjithashtu institute edukuese dytësore të ndryshme, ligji i arsimit ose siç u bë e njohur, ligji Ivanaj ishte ligji më i rëndësishëm më i plotë të periudhës së qeverisë Evangeli. Qëllimi i reformës së ministrit Ivanaj ishte që shkolla shqipe të kishte karakteristikat dhe fizionominë e saj, dhe ishte laike, shtetërore, kombëtare, demokratike me tekste bashkëkohore të ngjashme me shkollat e perëndimit dhe të edukonte të orientonte në atë drejtim brezin e ri. Këto ide kërkoi të sanksionoheshin me ligj dhe në shumë raste i arriti qëllimit dhe përshtetësimin e shkollave private, veçanërisht atyre italiane dhe greke. Shkolla jon duhet japet u kap qytetare laike, sepse qëllimi i shkollës është të formojë
qytetar të lirë me edukat dhe formim shkencor e teknik bashkëkohor. Ky fragment i shkurtër është shkëputur nga fjala e mbajtur prej Mirashi Ivanaj si ministri i arsimit kombëtar në Parlamentin Shqiptar më 10 prill 1933. Më 30 gusht 1935, dhatoreqen në shenjë proteste pasi gjykata e Hagës detyroi qeverinë shqiptare të moderonte politikat e saj ndër shkollave minoritare. Emërohet kryetari i Këshillit të Shtetit dhe këshilltari i Mbretërisë Zog deri më 7 prill 1939. Ishte absolutisht kundër pushtimit fashist të Shqipërisë dhe bashkë me miqtë e tij si Safet Butka dhe Qemal Butka mobilizoi studentët shqiptar në protestat kundër pushtimit. U largua nga Shqipëria drejt Turqisë në vitin 1939 duke refuzuar pushtimin fashist të vendit. Ai u largua nga Dheu bashkë me të vëllain Martin Ivana, jurist i shquar, kryetari i gjykatës së diktimit dhe miqtë e tij arkitektin Qemal Butka dhe filozofin Branko Merxhani, si një refuzim ndaj pushtimit italian të Shqipërisë se si një shpëtim për jetën e tyre. Ai ka shpjeguar vetë këtë mërkim në ditarin e jashtëzakonshëm Na që shpëtimin e gjetëm në të ikun. Kthehet në Shqipëri në tetor të vitit 1945 i kërkuar nga Gjergj Kokoshi dhe i bindur që nuk kishte asnjë mëkat mbi shpinë. Autoritetet e larta i lutën në shpallë kandidaturë për deputet nga ana e Frontit Demokratik, gjë për cilën refuzoi. Punoi në shkollën pedagogjike të Tiranës nga nëntori 45 deri në 15 maj 46, kohë kur arrestua si agent i anglezëve. Por kush ishte mëkati Mirashi Ivanaj? Mëkati vetëm ishte pse i preu busën më 6 shkurt 1934 në kohën që ishte ministër i arsimit ngelësit në klasë Enver Hoxhës. Thuhet se kur Mirashi Ivanaj u kthye në Shqipëri u prit nga vetë Enver Hoxha, i cili me stilin e tij thumbuesi thotë: "Shiko si po të presim, jo ty që më hoqe busën." Partikat vema të bukur në kar, me fuqin e kësaj zemre do të këndoj.